Shpreha në foto vlen sa 1000 fjalë, përdoret për të treguar fuqinë që ka një imazh, për të shprehur emocione, ide ose situata. Kjo është foto e shkrepur më 22 qershor 2026, ku presidenti francez Emmanuel Macron mban në dorë emrin e objektit të shkruar në një faqe bosh, kopertina e projektit. Pas tij shndron kryeministri Edi Rama me vështrimin që jep shumë mesazhe. E kuptueshme që ju shkon mendja tek protesta dhe tek kërkesat për dorëheqje. Vështrimet e të dyve mund të zbërthehen dhe politikisht, por le të përqendrohemi tek objekti që mban në dorë Macron. Rama do të mbush menjëherë faqen bosh me shifra, me emra, me skica, me lek. Dritana Golli, drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, disa orë pas publikimit të fotos, 23 qershor 2026, do të shpallte fituesin e tenderit të rikonstruksionit të liceut, dhe në këtë projekt që Rama e ka për zemër do të lërë gjurmë kompania Ndregjoni SHPK. Gjetan Ndregjoni është thirrur të rindërtoj liceun e Korçës. Kjo është pamja që do të ketë liceu francez pas një viti e gjysmë. Fotoja 3D kushton afër 6.4 miliard lek, por për këtë nuk kursehen lekët. Liceu francez në Korçë, një projekt i përbashkët mes qeverisë shqiptare dhe asaj franceze, do të jetë një qendër ekselence në fushën e teknologjisë dhe inovacionit në rajon, duke ofruar diploma të dyfishta për nxënësit. Gjatë vizitës së kryeministrit Edi Rama në Paris, ku u prit nga presidenti francez Emmanuel Macron, u hodh një tjetër hap i rëndësishëm për të çuar përpara punën e përbashkët drejt finalizimit të këtij projekti. Sot dhe rilindja e liceut francez të Korçës është në tryezën e presidentit të Francës si një ndër projektet nën kujdesin e tij pas vizitës historike në Tiranë. U shpreh kryeministri Rama ndërsa ndau foton e përbashkët me Macron. Të rinjt mund të studiojnë në Korçë në një mjedis ndërkombëtar duke përfituar diploma të dyfishta të maturës shtetërore, të njohura si në Shqipëri ashtu dhe në Francë. Projekti ka nisur të artohet qysh në vitin 2023, ndërsa do të bënte publik më 20 mars 2024. Nga Korça, ambasadorja franceze Catherine Suart ka deklaruar se kryeministri Edi Rama dhe presidenti i Francës Emmanuel Macron kanë biseduar në lidhje me projektin e krijimit të liceut francez. Këto lloj projektesh, apo siç i quajnë një mik i huaj i Ramës, The Albanian Files, kalojnë nga procesi i ëndrrës së kryeministrit të mbret direkt tek zbatimi nga arkitektët dhe drejtorët e oborrit. Këtu ka rolin e tij Dritana Golli, tenderi i Agollit që kishte nisur më parë. Ka objekt ngritjen e infrastrukturës arsimore të liceut franko-shqiptar, të shkencave dhe inovacionit, Bashkia Korçë Konvikti plus shkolla e re plus shkolla e vjetër. Financimi i këtij objekti është parashikuar në buxhetin e shtetit për periudhën 2026-2028 dhe ka fondin limit mbi 633.1 milion lekë të reja pa të vëshë. Sipas dokumenteve, punimet që do të kryen përfshin Konviktin, shkollën e re dhe shkollën ekzistuese. Janë punime arkitekture, konstruksioni elektrike dhe hidromekanike. Tenderi është mbajtur më 22 maj vitit 2026, ku morën pjesë 18 operatorë ekonomik dhe bashkime kompanish me marrëveshje. Por nuk ka pasur hapësirë për konkurrencë apo garë në këtë prokurim. Gjysma operatorëve që kishin oferta më ekonomike u skualifikuan për t'i hapur rrugën Gjetan Ndregjonit. Filtrat e Open Data Albania kanë kapur shkeljet e prokupimit edhe për shkak se procedura është shënuar me flamur të kuq. Kjo është shenjë e riskut të korrupsionit, mëkat që pas fotos së bukur me Macron, liceu të nisi rikonstruksionin me këtë sinjal të keq. Këtë radhë Ndregjoni ka bashkuar forcat me firmën modeste ndërtimi SHPK, bashkimi i dy subjekteve me ofertën 435.1 milion lekë pa të vëshë u shpall fitues më 23 qershor vitit 2026. Disa orë pasi u publikua fotoja e kryeministrit me Macron. Po pse po favorizohet kaq shumë Gjetan Ndregjoni? Për më tepër që ky projekt e rëndon shumë kapacitetin e kompanisë së tij, që ka marrë përsipër shumë kontrata me Dritana Gollin dhe akoma nuk i ka dorëzuar. Pronari i Ndregjoni SHPK Gjetan Ndregjoni njihet për tenderet e shumtë pagar që fiton nga bashkitë në vend për çështje rindërtimesh apo rehabilitimesh. Ndregjoni u fut në listën e oligarkëve ku mori statusin investitor strategjik dhe kontratë €1 për pjesën e Luanit nga koncencioni i portit të Vlorës. Më datë 13/10/2021, me anë të vendimit të Këshillit të Ministrave numër 599,
miratua lidhja e kontratës së qeras me tarifën €1 kontrata. Ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe Bashkimit të Shoqërive Marina di Valona ShPK, Brunes ShPK, Ndrejgjoni ShPK dhe Marina Projects Ltd. Kontrata €1 shërben për ndërtimin e hoteleve me vlerë €105 milion, patyvsh kjo kontratë është e vlefshme për një periudhë 20 vjeçare. Nuk dihet se çfarë roli ka pasur Ndrejgjoni në këtë transakcion, por aktualisht koncesionin e ka marrë në dorë Geron Çela me 2 kompani të vetat, duke qenë investitor strategjik i Belinda Ballukut dhe i kryeministrit Rama. Ndrejgjoni do t'i bëheshin në vazhdim favorizime nëpër tendera. Një prej tyre është prokurimi me objekt ritivalizimi i qarqeve natyrore ndërmjet sigurimit të elementeve të mobilimit urban dhe shtimit të aktiviteteve të rekreacionit të rajonit 2. Ndërtimi i amfiteatrit, fushave sportive, këndit të lojrave dhe shkallareve panoramike në liçenin e Paskuqanit. Më datë 27 qershor 2024, Ndrejgjoni u shpall fituesi i kontratës, pasi Agolli u kishte vënë vizën 16 ofertave, ku kishte edhe më të ulta se ajo e investitorit strategjik. Një park lojrash, një shkallare për shfaqje dhe një video që e postoi Rama dhe u mbyll kjo punë. Një tender tjetër do t'i jepej Ndrejgjonit nga kryebashkiaka Anuela Risani në 4 korrik 2025. Datën e ditëlindjes së Edi Ramës, 4 rrugicat e ish bllokut anës vilës së Enver Hoxhës nuk mund t'i asfaltoj kushdo. Duhet një njeri i besuar që t'i marrë 2.5 miliard lekë dhe ta asfaltoj vetëm 363 metër rrugë. Ironia është se Ndrejgjoni vjen nga shtresa e të përndjekurve të regjimit komunist dhe shtron me asfalt rrugicën e ish bllokut. Ortaku tjetër është i riu nga skrapari Renido Petritaj, sado punimet e kryen aty nuk mund të kushtoj kaq shumë lekë. Janë rrugë 3.7 metra të gjera dhe trotuar 1.6 metër në të dy anët e Vasopashës. Në këtë seri tenderash të kushtueshëm hyn projekti më i fundit i firmosur nga Golli në Himar. Sërish për llogaritë të biznesmenëve ortak të marrëveshjeve Xhetan Ndrejgjoni dhe Renido Petritaj. Për t'ia hapur rrugë të sigurt transaksionit me vlerë afro 6 miliard lekë, drejtora Golli ka zgjedhur t'i fshitë të gjithë konkurrentët. Bëhet fjalë për tenderin përmirësimi i infrastrukturës së parkimit faza e 2. Ndërtimi i godinës së shpërblimeve administrative Himar, punime plotësuese i mbajtur në mars 2026, fondi limiti caktuar enkas për Xhetan Ndrejgjonin është 156.6 milion lekë të reja. Ky tender është ela mbi bisht, pasi në nëntor të 2025-s kompania ka marrë kontratë me vlerë afro 6 miliard lekë për rrugtimin e zyrave të bashkisë Himar dhe ndërtimin e parkimit nën toksor. Më konkretisht bëhet fjalë për tenderin me objekt përmirësimi infrastrukturës së parkimit faza e 2. Ndërtimi i godinës së parkimit nën toksor dhe godinës së shërbimeve administrative Himar Godina e Re. Projekti ka fond limit 5.749 miliard lekë patyvsh dhe financohet nga buxheti i shtetit për vitet 2025-2027. Projekti i godinës së bashkisë Himar ka një kopsht të varur njësoj si Edeni kryeministrisë. Kjo tregon se sa besim ka krijuar FSHZ-ja tek Ndrejgjoni, ndërkaq Ndrejgjoni ka qenë bashkëpunëtor i afërt me drejtorët e Erion Veliajt, që u arrestuan për korrupsion me kompaninë PSD. Tenderat e mëdhenj PSD dhe për shkak se nuk kishte kapacitete i ka fituar me bashkëpunim me mbi 15 kompani të tjera ndërtimi, të cilat kanë marrë pjesën e luanit dhe për shkak se kanë marrë përsipër të kryejnë pjesën më të madhe të punimeve, si kompani të mëdha dhe të konsoliduara, njëra prej tyre është Ndrejgjoni ShPK. Por biznesmeni nuk është thirrur për llogaritë të dosjes së SPAK. Dhe të gjithë këta tendera kanë nisur me ndonjë foto inaugurimi ku 1000 fjalët janë për abuzimet që po ndodhin haptazi. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.